Të nderuar shikues, rikthyem në studio me personalitetin e ditës për sot dhe temën e ditës. Edhe sot do të flasim për një tjetër aktualitet, meqense jemi në muajin e Ramazanit dhe njëkohësisht ditë e premte, do të trajtojmë një tematik fetare. Do të flasim për atë që e përmenda më herët, një aktualitet që ka të bëjë me çlirimin e qytetit të Mekes, njëkohësisht që njihet ndryshe edhe si dita e mëshirës apo madhështisë së madhe. Se për çfarë flitet në fakt, do të mësojmë së bashku më në detaj nga personaliteti i ftuar sot në studion ton. Është nder dhe kënaqësi që të na nderojë me praninë e tij në emisionin ton, magjistri i teologjisë Hoxh Hasan Baftiari. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesën, ju falenderoj që më pat mua të arsyeshëm të diskutojmë për këtë temë që është shumë e madhe, shumë me mesazhe. Besoj që në këtë ditë të bukur Ramazani, në këtë ditë të bukur Xumaje, do kalojmë bukur dhe besoj që edhe ata të cilët ta ndjekin do kalojnë bukur me ne. Padyshim, faleminderit shumë për kontributin tuaj, ju jemi shumë mirënjohës. Do të flasim sigurisht për këtë temë, por fillimisht të flasim pak në lidhje me atë në Ramazan ose me agjërim. Kush më tepër përfiton nga Ramazani? Njeriu gjatë 11 muajve tjerë, do ose nuk do, ata ne kemi lënë shpirtin disi në periferi. Dhe nuk investojmë në shpirtin ton fare. Investojmë vetëm në materien ton. Dhe harrojmë se trupi i njeriut është shtëpia e banorit qiellor, i cili është shpirti. Dhe neve më shumë kujdesemi për shtëpinë sesa për banuesin e saj. E vjen një muaj Ramazan i cili na mëson që neve duhet ta ushqejmë shpirtin. Për arsye se nëse nuk e ushqejmë shpirtin, gjatë 11 muajve tjerë nuk dim këtë duhet të fituar pastaj. Se neve tërkohën jemi në betejë, jemi në luftë, ne duhet të ngadhnjejmë në mësime, në punë, në biznes, në familje, se çdo gjë po na shkon në kaos. Dhe kur njeriu ushqen shpirtin e tij, pra e merr nga periferia dhe e kthen në vetvete, pra jo ta lësh të përbuzur atje lart, domethënë se diçish si pa vlerë, po e kthen në vetvete dhe fillon t'ia japish hakun i cili takon. Ta peshosh në atë mënyrë se si ai duhet peshuar, ta ushqesh në atë mënyrë se si ai duhet ushqyer, dhe kuptoj se atëherë njeriu e din se kë duhet fituar. Atëherë njeriu me shpirtin e pastër dhe me lidhshmërinë e fuqishme me Zotin, ai njeriu nuk mund të ketë ego, nuk mund të ketë mendje madhësi, nuk mund të ketë dëshira të shfrenuara, nuk mund të ketë çrregullime dhe kaos në jetën e tij. Ai është një tip disiplinuar. Ai din në fakt se çfarë don nga jeta dhe si e don atë. Ai din shumë mirë se ku duhet të shkuar, si duhet të shkuar dhe pse duhet të shkuar. Ai ka shumë qartë objektivin e tij. Por elementi bazë për të kuptuar të gjitha këta është shpirti, jo në periferi, po në ushqimin e vetvetes, në ngritjen, lartësimin e vetvetes, lidhjen tënde me Zotin, pra këtë ne mëson edhe muaji Ramazan. Pra këto janë mësimet që i marrim nga Ramazani. Dhe sigurisht ata që përfitojnë janë agjëruesit. Padyshim se muaji Ramazan është poki muaj edhe për ata të cilët agjërojnë dhe për ata të cilët nuk agjërojnë. Është edhe për muslimanët edhe për jo muslimanët. Mirësitë të cilët Zoti i ka dhënë në këtë muaj janë për ata të cilët janë të bindur në ata mirësi, janë të bindur te Zoti, te krijuesi i gjithësisë. Tani neve në mirësi të tjera të Ramazanit nuk mund t'i përjashtojmë ata të cilët për shkaqe shëndetësore nuk mund të agjërojnë. Është në udhëtim, nuk mund të agjërojnë. Ka siklete ndryshme dhe nuk mund të agjërojnë. Ata nuk përjashtohen nga mirësitë e Zotit. Ata të cilët përjashtohen, ata që për pikë qefit largohen. Por muaji Ramazanit me mirësitë e tij, i cili është në ikje, tani jemi në këtë 10 ditën e fundit, në 10 ditën e mirësive edhe më të mëdha, në 10 neqin më të zgjedhur, në neqin i cili fjala paraqet diçka shumë të madhe. Sekondat paraqesin jetë njeriu. Me shpërblim, me mirësi, me ngritje, këta të mirat Zoti nuk i ka përjashtuar askënd nga këta të mirat. Po thonë këto janë të mirat, pra kjo është zahirja e Zotit dhe letvendjet me kush të doj. Dhe ata të cilët janë fitimtar vinë marrin.
ata të cilët nuk janë fitimtar, nuk dojnë fakt me fitu, nuk dojnë fakt me triumfu në këtë muaj, nuk marrin për arsye se njeriu fillimisht për të arritur këtë mirësi, këtë bereqet, këtë vlerë që Zoti t'i jep nga mirësitë e tij, t'i jep nga ambarët e tij që janë pafund dhe nuk përfundojnë asnjëherë, njeriu fillimisht duhet ta di me vetveten gjithçka shumë të madhe. Këtë duhet fituar në Ramazan. Këtë do të më fituar në Ramazan. Nëse neve brenda 11 muajve të tjerë kemi një armik të përbashkët. E kemi një armik të përbashkët, nuk mund ta mohojmë se e kemi, apo është djalli, shejtani, e keqja. Po në Ramazan se kemi, e ka mbyll Zoti. Këta fitojmë tash në Ramazan. Shejtani s'ekziston. Këta fitojmë në Ramazan. Vetëm. Si ta fitojmë, ta bëjmë më të mirë. Që kur dalim pas Ramazanit t'i ngjajmë, a di si do ta mirja një shembull të bukur, kështu që të jem pak më i qartë, më konkret. Ramazani dhe shpirtërorja një Ramazan, ai ushqimi i pastër shpirtëror, ajo lidhshmëria e fuqishme me Zotin i ngjan rrërës së detit. Pse po e shembulloj kështu? Nga aspekti se nëse neve e rafinojmë rrërën e detit, e fusim në nxehtësi të mëdha, në ato zhavorat e mëdha, ajo del gjam. Se gjami prodhohet nga rrëra e detit. Nëse a gjamin edhe një herë rafinojmë, edhe një herë përpunojmë, edhe një herë fusim në ato zhavorat, në ato nxehtësitë e mëdha, çka bëhet? Pasqyre. Allahu xhaleshanu dëshiron me muajin e Ramazanit me nxjerr pasqyre pas muajit të Ramazanit. Me qëllim që ti të reflektosh mirësi, që njerëzit të shohin mirësinë këtij. Sikur që ti shihesh një pasqyre para se të dalësh nga shtëpia, para se të bësh një vepër, e njerëzit ti shohin punët e mira këtij. A ka mirësi më të madhe? Këtë do ta bëj Ramazani. Pra edhe pse kalon në një farë zhavor, në një farë riciklimi, në një farë ndërtimi. Pra arsye se jo rastisht Allahu fuqiplot këtë muaj e ka titulluar me Ramazan. Ramadan. A di çfarë do të thotë shqip Ramadan? Besoj që ta ka thonë ndonjë hoç tjetër këtu që ka ardhur. Nuk dyshoj që e ka thonë, po do e themi edhe ne, thjesht për me përsërit, për me vërtetu. Ramadan rrjedh nga folja Ramda, që do të thotë shkrumbim. Zoti do të më të shkrumbuj gjunahet këtë muaj, me të nxjerr pa gjunahe në fund të muajit. Me një etje të vogël, me një unti të vogël, po vjen shumë shpejt iftari. Kë pa e pi një gotë ujë, pi pak supë dhe sikur nuk të hakë më. Për arsye se qëllimi final i Ramazanit nuk është uria dhe etja. Po në suazat e urisë dhe etjes është ushqimi i shpirtit dhe lartësimi i vetvetes. Kjo është ajo bukuria. Uroj që të gjithë të përfitojmë nga kjo shkollë që quhet Ramazan, sa më shumë mirësi dhe sa më shumë shkollë, trajnim edukativ i cili në Brendin e vet i ka 720 orë trajnim. Me 720 orë besoj që njeriu nëse përfiton nga krejt këta orë, do dalë i mirë patjetër. Të paktën pas Ramazanit do ta shohim suksesin tonë në ndërtimin e vetvetes, në disiplinë, në sjellje të mirë, në një familje të konsoliduar, në një harmoni familjare, në zbutjen e zemrës, në relaksimin e raporteve mes njerëzve, në pajtimin ton, nëse kemi ndodhur të jemi i dhuruar në faljen e mëkateve tona nga Zoti, nëse eventualisht kemi gabuar diçka. Të kalojmë pak të flasim për temën të cilën pak më herët e theksova, që ka të bëjë me çlirimin e Mekas. Gjatë migrimit nga Meka në Medinë, të gjithë muhaxhirët në një farë forme ishin të dëmtuar. Të flasim pak për atë krijimin e mendimit të faljes në fakt. Çfarë kjo në fakt paraqet? Është një diçka shumë e bukur. Është një çështje e cila më ka marrë shumë kohë. Të studioj këtë çështje, çlirimi i Mekës. Ajo falja e madhe e profetit të Zotit në Mekë. U habita, gjithmonë i bëja pyetje vetvetes nëse i dërguari i Zotit i kishte konsultuar me laj ata sahabët, shokët e vet, atja u falmi, aty kërkojmë hak. Çfarë të bëjmë me mushrikët? Por disi dul aty dhe i fali të gjithë. Në fakt, dami i mushrikëve ndaj muhaxhirëve ishte universal, nuk ishte vetëm i profetit. Krejt ishin dëmtuar, krejt ishin konfiskuar. Dikush ishte i rrahur dhe keq fizikisht, dikuj ja kishin marrë krejt madhe, sikur Suhejb e Rumit, 20 deve me ari me argjend. 20 deve janë 20 maune të kësaj bote. Pra,
Si mundesh ta fal? Ti fali, po unë s'pi fali valla. Mund me thënë dikush, apo me plot të drejtë. Ti fali, ama unë jo. Si e konsiledun mendimin komplet. Profeti i Zotit thoshte, i falim të gjithë, sahabët ishin dakord. Pse? Kishin arrit atë gradën më të lartë me fitu vetveten. Ramazani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ata kishin fitu vetveten. Kishin fitu ndaj vetvetes. Kishin fitu ndaj egos. Kishin fitu ndaj mendimit negativ. Kishin fitu ndaj veprimit negativ. Kishin fitu ndaj çdo gjë e cila ishte e keqe dhe negative. Dhe kishin pranuar se çdo gjë që ka vend nga Zoti dhe ka thonë profeti i Zotit, kry. Jemi dakord. Për arsye se shpirti i tyre nuk ishte në periferi. Ishte në vetvete. Materia tek ata nuk ekzistonte. Ata nuk investonin për materien. Ata mund të ishin të varfër në këtë botë për të dalë mbretër të ditën e gjykimit para Zotit. Dhe kjo është ai kulmi i shirimit të Mekës. Kulmi është ku profeti i Zotit i fal të gjithë dhe në një mendim qëndrojnë krejt ata, edhe Bilali i cili ishte rrahur në mes Mekës. Kishin rrahur. Edhe Ammar ibn Yasir që avrajtin edhe nanën edhe babën, jo kushit, jo një shok, nanën biologjike dhe babën biologjike ja vrajtën para syve, Sumen dhe Yasirin. Edhe ai ishte aty. Mu kemi thënë dërguari i Zotit, ti mund të më falësh fundës smuj. Më kanë vrarë nanën, më kanë vrarë babën para syve, jam koni i lidh. Por ai kishte ndërtuar, edukuar profeti i Allahut Muhammed alayhis salam aq lart këtë shoqëri, aq lart atë popull. Jo rastisht ishte gjenerata e shkëlqyer e umetit islam. Pse shpirti i tyre nuk lëngonte nga asgjë. Ata s'kishin lëngata, s'kishin smundje, s'kishin barjera, s'kishin pengesa në lidhshmërinë me Zotin. Shpirti i tyre fluturonte. Për ata Ramazani ishte një muaj të cilin 6 muaj e lutnin Zotin që Zoti t'ua pranojë adhurimet dhe 6 muaj tjetër e lutnin Zotin që Zoti t'ua mundsoj me mrinë Ramazan. Ata kështu e prisnin Ramazanin. Dhe jo rastisht ata do të ndërtoheshin. Jo rastisht ata do të shëmbëlleheshin me rrërën e detit, jo rastisht. Jo rastisht ata do të ndërtoheshin me Kur'an. Ata nuk nxjerrnin në Ramazan megahite të ilahive. As bukur lexime të Kur'anit, nuk bënin gara kuranore në bukur lexim. Ata bënin gara në veprim. Bënin gara me nxjerr Kur'anin në praktik. Nuk bënin gara kush e ka zanin më të mirë me i këndu nanës edhe me qajta gjithë natën. Si ka vdek nana filan. Allahu në xhennet. Ata bënin gara për vepra me të cilat do të afrohen tek Zoti, se fundit jeta dhe vdekja është në duart e Allahut fuqiplot. Kujt do Zoti jep jetë, kujt do Allahu xhashanu ja cakton vdekjen, vjen me leku i vdekjes e merr. Dhe na Zotit luft se kemi të me të mishpat, pse ne i mur nanën, babën ose mu. Është caktimi i Allahut. Ata këta puni kishin qarta shumë. Ata kishin fituar ndaj këtyre gjërave dhe pastaj çdo gjë që vinte nga profeti e kishin shumë qartë. Ne kemi problem gjërat të cilat na vijnë nga profeti s'po i praktikojmë. Fatkeqësisht. Se kur neve mësimet që na vijnë nga profeti i Allahut ti praktikojmë në vetveten tonë, në aspektin individual, pastaj në familje dhe në kolektiv, edhe në shoqëri me dal, e kemi shumë të lehtë pastaj me pranu vendimin se ka ardhur vendimi, do t'i falim. U ka dëmtuar dikush më shumë, dikush më pak, këtë do të falën. Kish mirësia e madhe që kishte arrit pejgamberi alayhis salam, një ndodhi e cila studiote në universitetet e mëdha botërore, ato jo islame, se armikun e përbetuar, shkosh ta zohesh ngusht, kur mundesh mi bë, çka dush dhe ta falish. Kja kulmi. Se na tash mundim me fol tër ditën, me thon si u bën, është shumë e lehtë, me thon si u bën. U bën, e merr lexon një libër, u bën, e shpjegojnë dietarët, por mundo ta jetosh pak. Ta ka dhënë Zoti mundsinë armikun tan të përbetuar, ai i cili të ka bërë shumë keq. Shumë keq, ekstrem shumë keq. Dhe e keqja më e madhe të ka përzohen prej shtëpisë tonë, prej vendindjes tonë, prej Mekës së dashur, sa e dojmë në atë dheu. Sa e dojnë tetovarët e tovën, shkupianët shkupin.
e qytetet të tjera. Pyeti kur beqar, sa i doj. Edhe ai të të vere me zor, dil, a nuk tha pejgamberi se moj me ke i me dashur. Ti e din sa duan ty. Edhe Zoti e din. Mos më largoni këta, unë asnjëherë nuk do të lija ty. Dhe tani po kthehen me fuqinë më të madhe, muj më ju bëj çka du. Ju kum gjetë dop, coptum. Të gjunjëzuar para meje, çfarë do të na bësh? Ti je djali i vllaut ton, i mirë. Kështu i thonin. Pejgamberi sa më ka thënë, shkoni tha kredi ju kam fal. Kredi. Kja kulmi, bukuria, që duhet të ndërtohet dhe të mbjellet në shpirtin e besimtarit, se besimtari e fal vllaun e vet, edhe nëse ai nuk është besimtar sikur ti. E fal edhe nëse nuk është musliman sikur ti. Falë vllaun tënd. Falë se kur gjë do të bën, se edhe me e fal nuk kam jetuar më shumë se ti jeti më pak. Keni më jetuar diçka që asaj u ka caktuar Zoti dhe keni më pas për rrezikut asaj u ka caktuar Zoti. Dhe keni më dal para Zotit ashtu siç e keni bërë punën këtu. Falë vllaun tënd. Falën familjen tënde. Falë motrën. Zgjatja dorën e pajtimit. Pranoj në Ramazan në iftar, shkoj në iftar. Shko bën Bajram, tash kur të vjen Bajrami. Kujdesu për një familje, pak të mfeshe për Bajram. Mendo për ata vëllezërit tonë atje larg, të cilët syfirin dhe iftarin po hajnë me gjak. Për gazën. Po e kujtojmë gazën. Si po jetojnë Ramazanin ata? Unë jam i bindur dhe po e shoh çlirimin e gazës shumë afër dhe jam shumë i bindur se ata kanë me fitu dhe inshallah kanë me fitu. Për arsye se ata janë më të lidhur me Zotin se kur na. Ata i ka sprovu Zoti më shumë se sa na ka sprovu neve. Ata po hajnë syfir me bukën me gjak dhe iftar me bukën me gjak. Dhe përsëri nuk dorëzohen dhe janë stoik në arritjen e qëllimeve të tyre. Kështu kërkon shpirti luftarak dhe i lidhur me Zotin. Nuk ka dorëzim. E neve që jemi këtu, duhet ta kemi parasysh atë dëshirojmë ta luajmë rolin e atyre shigjetarëve në luftën e Uhudit që e lanë profetin e Allahut me humb Uhudin e lëshun kodrën, apo do të qëndrojmë në kodër. Do të qëndrojmë stoik me mendimet tona, pak ta themi një fjalë për atë popull. Ta bëjmë një lutje për atë popull. Apo do të dalim para Zotit një popull që u kthyen shpinën tradhtarët. Kemi na tradhtarë, na kemi kthyer shpinën. Vëllezërit e tyre u kanë kthyer shpinën. Fatkeqësisht. Dhe po luftohen nga krejt, ata janë veç vet. Ata janë sikur Jusufi me vëllezërit e tij. Krejt ta kthejnë shpinën, të lojnë veç vet, por e rëndësishme është Zoti mos me ta kthej shpinën. Se Zoti zgjer edhe pi bunarit, edhe prej burgut, edhe të bën ministër punë të jashtme, edhe të bën kryeministër të shtetit. Si Jusufin alayhis. Si Jusufin alayhis salam. Edhe përsëri ai Jusufi ishte kur vëllezërit e vet shkuan ju ulën dy gjuhë dhe kërkuan ndihmë. Ai përsëri u dha. Pse asnjëherë keqja yte nuk mutet me qenë argument që unë më bë keq. Pse unë nuk mendoj me trunin tënd. As nuk veproj me veprat e tua, unë mendoj me trunin tim. Veproj me atë që unë mendoj se është më e mirë. Unë të keqen nuk e kthej me monedhën e njëjtë. Pse? Nëse ti je i keq, nuk do të thonë se unë duhet të më bëj i keq. Unë ta kthej ashtu siç unë mendoj me taku Zotin tim. Nëse ti ke bë keq, unë bëj mirë. Nëse ju në Mekë keni bë keq, unë nuk jam sikur ju. Unë qëndroj shumë larg. Biles aq larg qëndroj sa që ti të la pa frim. His me pa oksigjen ti, nga lartësia ime. A keni pa shembullin e sorës. Shqiponja vetëm më shpesë që e lën me mbi shpinë, është sora. Si le shpesë tjetër. Dhe sora gjithmonë e çukat me skepin e saj në kokë, 1, 2. Për çudi shqiponjës nuk i ban përshtypja ajo çukat me kokë, po vetëm fluturon manat, derisa sora met pa oksigjen dhe bjen pjatë nal dhe pa shpirt në tokë. Kështu duhet me qenë na. Na gojet e njerëzve minar se kemi ndërmend. Veprat negative të njerëzve mundar se kemi ndërmend. Na thjesht të qëndrojmë më lart. Lartësia jonë është lidhja jonë me Zotin. Aq sa më lart qëndron, ata bin pa ndjenja në tokë. Ti qëndron lart.
me besimin tënd, me veprat e tua, me krenarin tënde, me dinjitetin tënd, ti qëndro lart. E ata thjesht të rrezohen vetë, mos e ke merak. Mos u merr ti me ata. Ti merru me vetveten në lartësimin dhe ngritjen e vetvetes. Në aspektin moral, intelektual, shpirtëror, lidhjen me Zotin. Kri, dil mbret para Zotit. Dhe mos i haro vëllezërit, ata të cilët Allahu nuk i haron. Ti mund t'i harosh dhe thjesht të dalësh tradhtar para Zotit. Njerëz të cilët u kena kthie shpinën. Ata nuk do dalin të poshtruar para Zotit, do dalin shahida. Po do dalin nuk i kishin vëllezër, ku i kishin vëllezërit? Ku ishin vëllezërit tonë? Ata të cilët kishin panajër pjatash në tavolinë. Dhe nuk kujtoheshin, jo më të na hapin një sadaka, një lëmosh për të organizuar jetën se s'kemi asgjë, nuk kujtoheshin asnjë lutje ta bëjmë për neve. Allah inshallah shliron Gazën sa më shpejt. Amin. Nga okupatori i keq që fut. Inshallah Allahu xhaleshanu atë popull shumë shpejt e bën të jetojnë në harmoni, në lumturi, në gjëra të cilat ai meriton. Dhe inshallah e ndal deri në gjakut të fëmijëve. Nuk mban me historia se janë vrarë fëmijë më shumë për një ditë sa në Gaza. Po Allah inshallah u ashton durimin prindërve të tyre, ata fëmijë të cilët kanë pas prindër, duke i kanë vdekur prindërit pak më herët. Dhe inshallah do në Allahu xhaleshanu i bën bashkë me pejgamberin dhe padyshim se ata do i bëjnë bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. E neve na mbetet se nga cila pjesë jemi, ta definojmë vetë ku jemi. Në fakt, faleminderit për këto mesazhe kaq madhështore që kishin të bëjnë me mendimin e faljes në kohën e profetit e që ndërlidhet me aktualitetin e sotëm. Të flasim pak edhe nga ajo se nga se çliroi Muhamedi alayhis salam Mekën. Pejgamberi alayhis salatu wassalam Mekën fillimisht e çliroi nga ata vepra të cilat i kishte çliruar sahabët pak më herët. I çliroi sahabët një herë, shokët e tij në Medinë, në edukim, edhe atë 13 vjeçarin në Mekë. Dhe pastaj erdhi me çliru komplet Mekën, nga adhurimi i zotrave në adhurimin e Allahut fuqiplot. Çlirimi i Mekës nga padrejtësia e njerëzve në drejtsinë e fesë islame. Çlirimi i Mekës nga ngushtia e saj në gjersinë e saj në të ahiretit. Çlirimi i Mekës nga dhuna në mëshirë. Nga padrejtësia në drejtësi, nga shtypja e femrës në dhënien e hakut trashëgimisë asaj që i takon. Nga një krijesë pa vlerë në një faktorizim. Çlirimi i Mekës nga disa njerëz pa vlerë në dhënien e statusit me njerëzve me vlerë. Çlirimi i Mekës nga një qytet i panjohur në një metropollë më të njohur botërore. Kjo është çlirimi i Mekës. Po megjithatë të ndalojmë edhe në një tjetër pikë që ndërlidhet me çlirimin e Mekës e me atë që pse profeti urdhëroi Bilalin që të thërret ezanin në Qabe. Bi Qabe, pra mbi atë shtëpinë e zezë, nuk ishte shkel këmbë askujt. Edhe ata të cilët kishin drejt mu ngjitet e lartë, ishin një 2-3 fise, edhe ata kryetarët e fisëve. Që të kërës kishte nuk vinte parasysh se mund të ngjitet lart një rob, i cili kishte vendin te stalla e kuajve ose e deveve dhe u zgjeshte në grazhdin e tyre. Kis vjen parasysh. Pejgamberi alayhi salatu wassalam jo rastësisht e nxori Bilalin se ishte një mesazh shumë i madh. Për ata të cilët e shihnin se ata ishin shumë nga ata të cilët i kishin bërë dëm pejgamberit alayhi salam dhe Bilalit, padyshim. Ata të cilët kishin marrë pjesë në ato momente kur u dënu Bilali. Tha e shifti këtë. Ky është ai të cilin e dënuat në nxehtinë e Mekës. E coptuat, e internuat, e rrihnit, nuk i jepnit bukë me ongër, as ujë me pi, nga se kishte musliman. Për ju ishte një rob etiopian, pa kur një çfarë vlere. Pa as një lloj vlere, zero vlera. Çfarë i bëri Islami këtij? E ka ngrit atje lart me thënë Allahu Akbar, atje lart, mos lart. E ka ngrit me thënë Allahu Akbar. A ka mirësi më të madhe?
Kështu i ngrit Islami njerëzit. Ata të cilët janë kapur me dhemball pas Islamit. Wa tasimu bi hablillahi xhamia. Dhe kapuni fuqishëm ndaj litarit të Allahu xhaleshanu se dëshironi të jeni të lartë. Dhe të jeni gjithmonë triumfues. Ka mundësi me të shaq njerëzit. Ka mundësi me të kritiku, sidomos tash, në epokën e rrjeteve sociale. Jo ty e mu, Zotin e shajnë. Zotin e shajnë, tërë ditën e shajnë Zotin. Çka ju ban Zoti atje? Kur gjo, ju e bereqet, ju e buk me hongër, ju e oksigjen. Kishte smu një njeri plak, 72-3 vjeçar, në Turqi, kishte shku në spital, dhe kishte pas problem me oksigjenin, dhe ata i kanë thonë oksigjen, brenda 24 orëve. Kur ka ardhur me pagujt, i kanë thonë 1200 euro. Ka thonë 1200 euro, 24 orë oksigjen, kishte fillu me qaj, kishte thonë, do ta mundsoj me pak ma lirë. Se jo vetë, s'po qaj se sa parë do me pagujt. Tho që 73 vjetë be Zoti atë më dhënë oksigjen, thë se ku falendru as një herë. Dhe kjo 24 orë, thot për mi merë 1200 euro. Edhe ata të cilët e shajnë Zotin, Zoti ju e për oksigjen. Kur bje shi, su më lak veç mua dhe ti, i lak edhe ato, edhe bafshin ati edhe ti, man. Kur bje borë, edhe për atë është e bukur edhe për mua. Kur fillon gjethet me ran vjesh, edhe për atë është e bukur edhe për mua. Edhe vera, edhe për atë është e bukur edhe për mua. Zoti nuk i ndonë. Kretë mirësit janë të njëjta. Po ma kur dalme para Zotit është pak pa ndryshe. Për këtë musahabit, si kur i tha Musa a.s. Zotit, i tha, ke mundësi ti bësh njerëzit mësë më shajnë mu. Tha të kisha pas mundësi me e bo, bërë të kisha bo për vete. Edhe mu po më shajnë. Për këtë, pejgamberi a.s. e hipi Bilalin atje naltë. Mi u tregu atyre se ju mund të shani, mund të kritikoni, mund të përdojnë një forcën, pra që se mund të kesh forcën në moment. Mund të i përdojsh institucionet. Krejt përdori. Por atë që e bën fjale Allahu Gjeleshanës në e bën të jasë në ndër. Atë që e bën Allahu fuqiplot të s'mund të bësh. Atë lartësim që e bën Islami dhe të kapurit fuqishëm dhe Islami dhe Allahu Gjeleshanës nuk ka mundësi me e bën dikush tjetër. Në kjo ishte përse për këtë asaj se përse profeti Muhammed a.s. e urdhëroi Bilalin që të thret ezanin në Qabe. Po tani të flasim kur jemi këtu te çlirimi i Mekës edhe për një tematik tjetër që është shumë e rëndësishme. Dashuria familjare, çfarë roli ka në çlirimin e Mekës dhe njëkohësisht ai faktori grua? Kur çliru Mekja, nëse më ke pyet për dashurinë familjare, kur çliru Mekja, padyshim se sahabite e profetit çdo njeri shkonte në shtëpinë e vet. Dhe ata të cilët e kishin konfisku pasurinë u ajipnin. Dhe ai dilte nga shtëpia dhe shkonte ki. I vetmi që nuk shkoi në shtëpinë e vet ishte Muhamedi alayhis salam. Është shumë e bukur kjo. I than, o i dërguari i Zotit, pse nuk shkon në shtëpinë tënde? Tha, shtëpinë time, tha, më kanë marrë djemtë të miqës tem. Tha, ta kishin pas ata, tha, kisha shku. Tha, po ata e kanë shit. E ki tjetri që e ka blet, tha, s'm kanë faj mua, tha, më shku mja marrë shmin tash. Tha, shumë mirë, tha, duhet ta bëjmë, tha, një çadër. Tha, ku ta vëndojmë? Ka një transmetim shumë bukur. Tha, vëndoj një afër vorit Hatixhës. Afër asaj e cila çdo gjë kishte sakrifiku për mesazhin profetik. Çdo gjë kishte sakrifiku për Allahun. Çdo gjë kishte sakrifiku për Islamin, deri në atë grasa që Allahu xhaleshanu dërgoi Xhibrilin e tha, shko thuaj Hatixhës, Allahu të ka bë selam. Gjithmonë jam munduar ta kuptoj atë ndjenjën, atë momentin ku i ka thënë pejgamberi alayhis salam er Xhibrili më tha se Zoti ka bë selam dhe Xhibrilit ka bë selam. Çu është ndi Hatixha në çat moment? Zotit ka bë se Allahu të ka bë selam. Ose Allahu po të përshëndet. Cila është ajo ndjenja në momentin që Zoti komplet gjërat e tua i kanë pranuar. Komplet shkosht e jotja e ku pranu. Ka lërësi më të madhe se kjo. Kjo është familja. Si dërgoi Allah kishte investuar në atë familje për me pas këtë kështu. Në vajzat e tij e kështu me radhë. Pastaj Islami dhe muslimanët aktualisht atakohen, akuzohen më shumëti se neve nuk japim liri femrës, nuk dëgjohet femra, nuk shkollohet femra,
kemi një grumull akuzash nga islamofobët e ndryshëm, nga ignorantët. Ke parasysh ata nuk e njohin historinë asat njerëzore e lemoket islame, nga feministët e ndryshme se liria e femrës është lakuritësia, dalja të jetuarit në një botë pa rend, një kaos moral, është liri. Domethënë, nëse femra tradhton, s'ka drejt buri me elan, përzihet edhe si se të tjerë, për këto janë ato feministët tona, që s'kan lidhje as me feminizëm, as me shoqëritë feministe botërore. Feministët botërore kanë ndryshuar qeveri. Këto tona thjesht mirën me çështje morale, sa aty u ka ngel dhëmbi. Në shoqërinë profetike femra ishte faktor. Pse? Qërimi i Mekës simbolizohet me 3 femra. Fillimisht ishte marrëveshja e Hudejbijës, negociatët në Hudejbije, nga e cila rodhi qërimi i Mekës u thin marrëveshja nga mushrikët. Në atë marrëveshje, kur ata mushrikët i prunë rregullat e veta, kërkesat e veta, pikat e veta, në ata piketa shumica e sahabëve nuk i pranu. Disa edhe u revoltuan, u ngritën me revolt, nga ata ishte edhe Omer radiallahu anhu, i cili protestonte që mos pranohen. Ajo e cila e bindi pejgamberit alayhi salatu wassalam, o i dërguari i Zotit, pranoj se janë shumë të mira. 10 vjet liri veprimi, 10 vjet lëvizje të lira, 10 vjet pa kufi, veptaria islame, takimet me fisët, ishte Ummu Seleme, femër. 2. Kur u nisën në shirimin e Mekës, ishte sekret absolut. Se dinte askush, as Ebu Bekri. I vetmi që e dinte pas pejgamberit alayhis salam se i na nis për në Mekë, di kush ishte? Aisha radiallahu anha. Shkoi Ebu Bekri e pyeti Aishën, tha, burjo tha, është nis për dika për ku? Se di. Për arsye se gruaja nuk duhet mi tregu sekretet e burrit. Biseda mes asaj dhe ati duhet me vdek aty. S'ka muhabet e jashtë me dalë. Dhe 3, familja më e rrezikshme anti-islame në gjithë historinë njerëzore është familja e Abu Jehlit. Dhe në shirimin e Mekës, Abu Jehli kishte vdekë në Bedër, ishte mbyt në Bedër. Dhe ai i cili kishte marrë flamurin e të keqës, për me bë keq, ai që edhe e prishi marrëveshjen e Hudejbijës, ishte Ikrima. Ajo që e futi Islamin në familjen e Abu Jehlit dhe e pruni Ikrimën para profetit e Zotit, që Zoti t'ia falë, dhe Ikrima pastaj mu bë një musliman i mirë, ishte Ummu Hakim, gruaja e Ikrima ibn Abi Jahl. Ishte gruaja e parë që e futi Islamin në atë familje, që përsëri një femër. Këtë kjo tregon se femra në Islam është faktor. Kur neve do të dim të ndërtojmë familjen. Jo rastisht Zoti ka thonë, surja Fatiha është çelësi i veprave. Surja Bekare, si e ka rënë surja Bekare, është rregullat, si duhet të jetojmë biznes, një jetë, familje, shumë sende tjera. Minjëherë surja e 3, pas rregulla, pas çelësit të Islamit, është familja. Ali Imran, familja. Domethënë, çdo gjë e merr epitetin e fuqishëm, të madh, të vlerave, kur familja është në telezi, kur ka harmoni, kur ka lidhje të fuqishme me Zotin, kur ka një shpirt të ushqyer fuqishëm. Nëse neve familjen dhe ndërtimin e familjes e lëmë në periferi dhe mirëmi me gjëra të kota, neve do shkatrojmë shoqërinë. Ky është mesazhi më i fuqishëm që mund të më dhënë shërimi i Mekës. Se gruaja është faktor, se familja është elementi i bazë një shoqërie të shëndosh. Për diçka që përmendet rolin e familjes dhe faktorin grua në këtë drejtim, cilët janë ato mesazhe apo ato porosi në fakt, ose me thënë ndryshe, cili është ai mesazhi që del nga çlirimi i Mekës? Çlirimi i Mekës ka shumë mesazhe. Unë nuk do të ndalem t'i përmend të gjithë. Unë do të ndalem në 2 mesazhe. Një, mesazhi i parë është që
merr një shembull Mekën se sikur Mekja dëshiron të gjitha. Dhe dy, pa pik dyshimi Gaza dëshiron si Mekja. Pa pik dyshimi. Kutsi dëshiron si Mekja. Hebroni dëshiron si Mekja. Ramallah dëshiron si Mekja. Pa pik dyshimi. Kjo është shirimi i Mekës. Na me shirimin e Mekës kuptojmë se pejgamberi Allah ka dhënë një mesazh se krejt vendet shironin në këtë mënyrë, jo me urrejtje, me dashuri, me lidhje me Zotin. Se fundit edhe me të vrarë ti nuk çoj para Zot, para kohët e Zotit. Çoj çatë kur e ki caktimin. Hiç po du me të vrarë. Po të lë me vdek ti me mllefin tan. Vdis ti me mllefin tan, se unë nuk kam ndërmend. Unë pse ti je e keqe, unë keq s'muj me ba. Unë veprat e tua me monedhe e njëjtë sti kthej. Kështu që qironi. A shumë shpejt edhe Gaza kam shqiro. Se këtë selam në e ka dhënë shirimi i Mekës. Mundën gjërat mu vanu, mundet me pas sfida, mundet me pas siklete, me pas barjera, qoftë ato politike, ekonomike, ushtarake, të llojeve të ndryshme, por pa pik dyshimi. Dhe besimtari nuk ban me dyshu, se është e ndaluar me dyshu në këtë aspekt, se Gaza do të shqirohet. Do të shqirohet edhe do të habitemi sa lehtë të shqirohet. Do të habitemi. Se sa lehtë do të jetë rruga që ato do të shqirohet. Edhe Kusi do shqirohet, edhe Mesdul Aksa do shqirohet, sikur u shqiru Palestina, sikur u shqiru Stambolli. Stambolli ishte në vargun e shqirimit me Mekës, u shqirua edhe një herë Palestina. Nga Omer radiallahu anhu pas shqirimit të Mekës. U shqirua edhe nga Salahuddin Ejubi. Dëshirohet përsëri, si shqiru Stambolli nga Fatihu e shumë vende tjera. Dëshirohet edhe kjo. Dëshirohet se Allahu xhaleshan nuk dëshiron kthetrat e padrejtisë dhe zullumit. Dëshirohet për më dhon liri, harmoni, njerëzve për më jetu, jeto ku dush, jeto si të duash, jeto konform ligjit të Allahu xhaleshano. Në shtëpinë tënde jeto si dush, shoqëri jeto konform disiplinës që Zoti ka caktuar. Allah është problem. Në fakt, dham shumë mesazhe gjatë kësaj teme që kishte të bëjë me çlirimin e Mekës, dhe ajo që ishte më e rëndësishmja dhe që më la më shumë përshtypje ajo që nuk duhet të keqen ta kthejmë me të keqe, që ndërlidhet me aktualitetin e ditëve tona. Cila do të ishte ajo porosia juaj për të gjithë qytetarët në aktualitetin e ditëve tona, flasim jo në kohën e profetit, që ka të bëjë me këtë që ju e përmendet më herët, ashtu siç ka thënë dhe profeti, të keqen kthehemi të mirë, atëherë edhe armiku yt do të bëhet miku më i mirë ndoshta. Ka thënë Zoti. Është ajet në fakt. Shiqo, nga se neve nuk e kemi kuptu këtë ajet si duhet, nga se neve nuk e jetojmë këtë mesazh si duhet, nga se neve të keqen nuk e kthejmë ndryshe, me mirësi, po gjithmonë e kthejmë me monedhën e njëjtë, rezultati jonë është ky që kemi. Vllau nuk flet me vllaun, djali është idhnu me nanën, shpenduri, është idhnu me babën, nuk shkon shtëpit nanës, shtëpit babës, nuk flet me motrën, nuk flet me dajallar, me axhallar. Kjo është. Nga se të keqen e kthen me monedhën e njëjtë. Gjithmonë fitimtar para Allahut fuqiplot është ai i cili ka ul kokën. Pse? E keqja nuk mundet me mund mu. Ti s'mundesh me bë keq që mundet me mund mu. Se ti ke bë keq nga se ti je i keq. Po e keqja jote s'u mban të keq mu. Për arsye se e keqja jote nuk mundet me ndiku tek ku nëse kanë barjera përpara. Asnjëherë nuk mundet me ndiku e keqja jote që do të bën ai keq. E keqja jote është e ytja. Kujdes, ndrysho. Por unë nuk ta kthej me monedhën e njëjtë. Nuk ta kthej ndryshe, me mirësi. Biles, aq shumë besimtari duhet me bë mirë se që ai që ka bë keq duhet mu turprupi vetvetes. Ti duhet me bë mirë deri në çat mënyrë se që ai duhet mu turprupi vetvetes. Ai tjetri mu turprupi vetvetes. Por ndryshe nuk e kemi kuptuar Islamin. S'po jetojmë në Ramazan. Si ka mundësi besimtari mos me fol me nanën e vet. Edhe pastaj pa bukë pa ujë. Ramazan nuk ma, pa bukë pa ujë mundesh me ndej sa dush, se duhet trupit pak dietë. As në xhami s'ki nevojë me shku.
ko të falësh. Aliu radiallahu nuk u thoshte ai njeri i cili është i dhënë me nanën me babë. Xhenet për atë nuk ka le të bëjë çka doje. Nuk ka. Dhe duke mos u munduar që ta menaxhojmë energjinë negative, duke mos u munduar që ti menaxhojmë pak ato nervoza tona, ta ushqejmë trupin tonë me durim. Kemi ardhur deri në atë drejtë sa që vëlla me vëlla nuk flasim, me vëlla biologjik, që ta ka bën nana e baba, me motrën nuk flasim. Me teze, me halla, me kështu me radhë. Kjo është turp. Është turp çfarë ndoshë shoqërisë tonë. Dhe pastaj shtiremi dhe themi se jemi musliman dhe umeti Muhamedit alayhis salam. Ja. Nuk ka mundësi umeti Muhamedit alayhis salam me qenë njerëz të cilët nuk e dojnë vllaun e vet biologjik. A pejgamberi sa i ka vllaznu dhe me tjerët. S'ka mundësi. Neve deri dje kina pas në shtëpi tona, nuk di tash për teto, po neve në Shkup kemi pas kapegjik. E ke pas një derë të vogël ku ke dalë te kujshia tjetër pa teklif. Biles nëse asaj, kujshikës i kanë ardhur mizafir pa kallxu, darkën kujshika, kjo knena ja ka dhënë këtë komplet asaj sa asaj i kanë ardhur mizafir pa kallxu. Ja ka çu krit darkën. Ka thonë pse kur të vinë neve pa na kallxu na jep ajo të vetën. A kemi sot kështu? Ja. I kena mbyllë, kena bë mur më. Na nuk e dim nëse kujmshiu lëngon nga diçka. Është i smur. Na nuk e dim nëse kujmshiu ka nevojë me çun në spital. Na nuk e dim nëse kujmshiu ka nevojë për ilaç, na nuk e dim. Na nuk e dim nëse kujmshiu e ka fëmijën student dhe nuk ka mundësi me e paguajt semestrin. Na nuk e dim pse s'kemi shkami u bë panairi të pijatave njiftar. Ku 70% kena mi hudh në kosh plehrave, se s'mund të mi hudhur. Ishte një sondazh i cili më friksoi. 7 miliard dollar në Ramazan muslimanët i hudhin kosh plehrave. Ushqim. Turp. Ka marra. Dhe kemi njerëz të cilët na vdesin për bukë. Dhe pastaj shkojnë na bëjnë pazarllëk, pse fitrat kaq, pse kjo kaq. A ku do të jetë ajo momenti ku neve duhet me ndihmu për Gaza? Duhet me ndihmu se ai qytet duhet më ndërtu. S'ka kur gjë ai qytet. S'ka shkolla, s'ka institucione, s'ka spitale, s'ka kur gjë s'ka. Këtë shprish. Dhe bota shiqon. Në këtë periudhë kohore kur çdo gjë është në media, këtë shifër. Gaza na ka tregu këtë botës se njerëzilloku ka vdek. S'ka njerëzillok. Empatia ka vdek. Edhe nëse i ka mbet dikuj X, Y pak empati, një dhëmshmëri për të ata, na njerëzilloku na ka vdek. Duhet më ia fal namazin e xhenazës. S'ka njerëzillok më. Përderisa shohim 157 fëmijë të vrarë për 24 orë, dhe ulim në sofër dhe s'na pëlqen ushqimi, këtu është një defekt i madh shpirtëror. Dhe pastaj as pak mos u habit pse jemi në këtë gjendje për të keqën. Kur kret ajo nuk mundohet me na ushqy neve, me na ndërtu, me na ngrit, nuk besoj se mund me të ngrit, me të ndërtu diçka tjetër. Në fakt cilët mund të jenë ato faktorë të cilët e bien shoqërinë deri në këtë nivel. Shkëputja e raporteve me Zotin. Hiç s'ka tjetër. Allahu fuqiplot Kur'an ka thënë: "Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ata të cilët i shkëputin lidhjet me mua, me Islamin, me Kur'anin, do t'ju jap jetë me shumë probleme. A kemi jetë me probleme na? Na shkojnë psikolog, shkojnë psikiatër bile. Na shkojnë konsultohen te psikologu çdo javë. Pse? Rregulloj raportet me Zotin. Probleme në shtëpi, probleme vajza, probleme djale, probleme nusja, probleme kështu, krejt probleme. Dhe as pak nuk ndojnë dhe o vllai i dashur, o motra ime e nderuar, i ke shkëput lidhjet me Zotin, lidhi. Rregulloj raportet me Zotin. Se Zoti ka thënë kush i prish raportet me mua, i jap jetë me probleme, nuk ke nevojë të kërkojmë neve shkaqe tash. Zoti na ka thënë shkaqet, shumë thjesht na ka treguar. Prishja raporteve me mua, unë do t'ju jap jetë me probleme. Unë, e kur të t'japë Zoti probleme, nuk i zgjidh psikologi. As mjeku, as psikiatri, nuk zgjidhin ato. Sa ato e kanë vetëm një ilaç. Përsëri te Zoti. Zgjidhja është përsëri atje lart.
E nëse na kërkojnë një rrugë tjetër, thjesht kena mja uqel dosin e re problemeve. Kena me bo hala ma shumë. Me qenë se gjatë gjithë kohës ju dhatë mesazhe dhe porosi, por ajo rezumeja e gjithë kësaj ndoshta që e tham, ose ajo urtësia e gjithë kësaj, ajo urtësia që del nga gjithë kjo bisedë kaq e fryqme dhe dobishme. Si do të ishte porosia juaj për të gjithë qytetarët, shoqërinë? Porosia ime do të ishte kështu. Do të thonë Allahu fuqiplot nga dashuria e sinqertë që ka për ne, nga dashuria e madhe. S'ka të Zotit sinqert pa sinqert, Zoti është krejt e sinqert. Të dashuria e madhe që Zoti ka për neve krijon stacione. Ramazani është stacion që njeriu të reflektojë mbi vetveten, të ndërtohet. Në Ramazan brenda ka stacione të ndalur, se si kanë vepruar ata të cilët e kanë fituar shpirtin e tyre, Bedri, qirimi i Mekës. Pastaj, pas qirimit të Mekës, ti përsëri futesh në një stacion edhe më të madh, 10 ditor në ngritjen e vetvetes, në të munduarit e arritjes së natës së Kadrit, në shtimin e veprave të mira. Ke parasysh, neve falim namaz nuk e dim nëse Zoti e ka pranuar, apo japim lëmosh nuk e dim nëse Zoti e ka pranuar, se nuk dim nëse e kemi qelluar njeriu. Bojmë vepra të mira nuk e dim nëse Zoti i ka pranuar. Paramendoj kretë këto me të ndodh natën e Kadrit. Sikur me fal 84 vjet namaz, këtë vërtetë, këtë sakta. Sikur me dhon lëmosh 84 vjet, këtë sakt, këtë në vendin e duhur. Edhe sikur me bëj vepra të mira 84 vjet, hiç pa ndal 24 orë. Për sot ta ka dhënë këtë mundësi. Mos e hub mundësinë. Bëj gara, tash je në mejdanin e garave. Bën gara se do mri Bajrami, do festojmë të gjithë. Do mri edhe muaj pas Bajram, pas Ramazanit, Shawali. Dhe aty do kënaqemi, do hecim, do shëtisim, do fillojnë darsma, nuk e kesh problem. Por të punojmë tash ta ndërtojmë shpirtin tonë, ta lidhim me Zotin, ta ndërtojmë familjen tonë. Familja është qeliza kryesore e shoqërisë. Çdo gjë është familja. Një familje shëndosh, një shoqëri e shëndosh. Një familje shëndosh, çdo gjë do ta kemi të shëndosh dhe të mirë dhe të fuqishme. Investoni në familjet e juaja. Vetëm në familje, në fëmijët e juaj, në shkollimin dhe ndërtimin e karakterit të tyre, ndërtimin e personalitetit të tyre, t'i bëjmë të dinjitetshëm. Nuk kemi nevojë shoqëri ku të krijojmë intelektual të korruptuar. Hajna me fakultet. Njerëz me diploma dhe me moralitet. Nuk kemi nevojë. Të krijojmë shoqëri me vlera, me kualitet. Ramazani këtë ka për qëllim. Shkolla, universiteti, i cili e kemi në Ramazan, qëllimin e ka të nxjerrë shoqëri me vlera, familje me vlera, njerëz produktiv, të lidhur me Zotin, njerëz të cilët e dojnë Zotin dhe investojnë për shoqërinë, sakrifikojnë për shoqërinë, sakrifikojnë për me vëndu rend, disiplinë dhe mirësinë tokë. E pastaj me shku me taku Zotin faqebardh. Dhe kjo është mesazhi. Ne ju falenderojmë shumë, në fakt dhe jemi shumë mirënjohës që ndatë nga koha juaj dhe u bët sot pjesë e emisionit tonë për këtë bisedë kaq të dobishme dhe uroj që e tillë të kishte qenë edhe për shikuesit për këto mesazhe kaq të mëdha që i dhatë, meqense edhe tema vetë ishte e rëndësishme, një temë e një rëndësie të veçantë, sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit, por dhe mesazhe tjera edukative edhe në rrafshin social, se si të jemi më të mirë në shoqërinë tonë, duke bërë ndryshime nga vetja për të qenë më të mirë edhe me të tjerët. Ne ju falenderojmë shumë që ishi pjesë e emisionit tonë, duke lutur Zotin që t'ju shpërblej. Ju falenderoj edhe unë juve më shumë që ma pa të arsyeshëm të flasim, kishte kohë që s'kisha marrë pjesë në emision këtu tek ju, por padyshim domethënë jetesa ime në Gjermani dhe pastaj kthimi im përsëri në Shkup. Na nuk e ndojmë tetovën për arsye se unë vetë jam tetovar që jetoj në Shkup, por kishte kohë që s'kisha qenë në emision dhe ju falenderoj përzemërsisht që më pa të arsyeshëm në këtë muaj të shenjtë të jemi bashkë të diskutojmë për një temë, të diskutojmë për një varë të rëndë që ne ka ummeti Islam dhe me shpresë që inshallah do në Allahu xhaleshanu çdo një sekondë që e kemi kaluar këtu bashkë, inshallah e gjejmë ditën e gjykimit në peshorën e veprave të mira dhe inshallah shumë shpejt e shijojmë gazën e çliruar. Amin. Faleminderit shumë edhe një herë. Meqense përmendet pak në pika të shkurtra edhe pjesën tuaj që ishit, përvojën tuaj që ishit në Gjermani, sigurisht në një emision të radhës do duhet të flasim në lidhje me migrimin edhe faktorët e migrimit të intelektualëve tanë
të trurit të shoqërisë tonë jashtë vendit dhe me sa shoh kohën e fundit po shoh rikthimin e tyre përsëri në vend. Kur të duash do ta diskutojmë, se është një dhimbje. Do ta diskutojmë. Është një temë shumë e rëndësishme edhe në aspektin fetar dhe për të folur pak edhe për historitë profetike që kanë ndodhur, që kanë të bëjnë me migrimet. Patjetër. Meqense se jemi edhe në minutat fundit të emisionit, unë kisha vetëm edhe një pyetje për në fund, meqense më është parashtruar edhe nga shikuesit, jemi në 10 ditëshin e fundit. Cila është lutja thonë që duhet bërë në këta 10 ditësh, lutja më e shpeshtë, të përfitojmë nga dia juaj edhe në këtë drejtim? Atë që ka thonë profeti, Aisha radiallahu anha i ka thonë pejgamberit Allah nëse e ndjej që sonte është nata e Kadrit. Do çfarë të them? Do thuaj Allahumma innaka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fani, ose Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fani. O Zot, ti je falës, bujar, i don ata të cilët kërkojnë falje, ty më fal mu. Dhe Ibn Ata al-Iskandari ka thonë lutja më e mirë është ajo që del nga zemra. Përveçse se lutja në një formë është biseda jote me Zotin. Pse duhet ta diuni çfarë bisede do bësh me Zotin? Bëj bisedo. Çfarë duash thuaj Zotit? Bisedo, komuniko me Zotin, thuaj o Zot, kam këtë cikletë, thuaj. E bukur e lutjes është se Zoti e din çka kemi thënë dhe përsëri ka dëshirë me të ngu. Thuaj, dhe lutja më e mirë është atë që ka thënë profeti. O Zot, ti je falës, i don ata të cilët kërkojnë falje ty, më fal mu. Nëse Zoti të fal, je xhenetli, pa gjuna. A kret na po mundomi çati. Inshallah Allahu xhaleshan na e mundson të arrijmë natën e Kadrit. Urem dhe shpresoj. Dhe të na nxjerr faqe bardhë e ballë hapur për këtij muajit. Në agjerin të pranuar e me diplomë devotshmërie. Amin. Amin. Faleminderit. Edhe një herë faleminderit shumë që na nderuat. Faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, pra ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, me cilin kemi folur për një temë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me çlirimin e Mekës, të mëshirës dhe madhështisë së madhe, ashtu siç quhet ndryshe, dhe unë uroj që porositë edhe mesazhet i keni marrë dhe do t'i keni parasysh. Këtu do të bëjmë një shkëputje për të ndjekur edicionin informativ të orës 15 dhe do të rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të pasdites. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programet tona.